kemi nevojë për gjak të ri, që kjo flak të mos fiket kurrë. Siguroni që amaneti Çamërisë përcillet brez pas brezi deri në triumfin ton plot. Unë jam Mondi Mushishi, jam kryetari i Forumit Rinor të shoqatës Çamëria Kosovë. Spari më lejoni. Unë jam Irtan Sejko, aktivist prej vitesh në shoqatën patriotike Çamëria, po ashtu prej shumë vitesh në struktura dhe drejtuar. Ne jemi këtu në mbështetjet juve, në emër të Kosovës. Ju urojmë këtë ditë, këtë 35 vjetor, që është bani punë shumë e madhe gjatë këtyre viteve, po ashtu gjithmonë ishmi krahë dhe Kosovë. Të nderuar vëllezër dhe motra Çam, të nderuar miq dhe bashkëpunëtor. Sot jemi mbledhur jo thjesht për të festuar momentin kalendarik të 35 vjetorit. Jemi këtu për të nderuar 35 vite qëndres, dinjitet dhe kujtesë kombëtare, gëzuar këtë përvjetor. Ne nuk kemi mbajtur vetëm çështjen Çame të gjallë. Ne kemi mbrojtur dinjitetin shqiptar. Përmes kauzës, ne kemi bërë krenar shqiptarët kudo që janë. Kemi treguar se një popull nuk ka pse tul kokën përballë askujt, as përballë gjinjve dhe as përballë historisë. Për herë të parë, kjo çështje vrau kompleksin e inferioritetit. Jemi krenar të themi se shoqata Çamëria ishte organizata e parë jo qeveritare në Shqipërinë pluraliste. Që nga kjo kohë, kemi parë shumë organizata e parti që lindin dhe shuhen, që u ndanë dhe u përçanë, por ne nuk jemi këtu, të palëkundur. Pse? Sepse ne nuk na mban bashkë interesi personal, po na mban kauza, na mban gjaku, na mban amaneti i parëve tanë dhe tashmënia që nuk mund të tjetërsohet nga askush. Kemi pasur dhe do kemi disivitet opinionesh, e mos përputhje mendimesh, sepse jemi njerëz të lirë, por ajo që na bën bashkë është një gjë shumë më e madhe. Jo egot tona personale, por është kauza që ne kemi. Të nderuar pjesëmarrës, ne kemi provuar se çfarë do të thotë të jesh pa organizim. Ishim të harruar, e të neglizhuar, e pa shumë zë. Po ashtu kemi provuar se si ishte rrugtimi ynë para se të kishim PD-un. Ishte kjo shoqatë që lindi partinë si mjetin politik për të jetësuar platformën tonë. Ishte nga një komunitet i lënduar, ushtruam në një subjekt politik. Nga viktimat e eshtra u bëm zë që dëgjohet. Dhe kjo nuk ishte vetëm fitore e Çamëve, ishte fitore e shqiptarisë. Arritjet tona nuk janë rastësisht. Ato janë produktet e angazhimit dhe mundimit në jetën politike institucionale ndërmjet PD-us. Sot kemi rezolutën e materializuar. Sot kemi varrezat e Klogjerit si dëshmi të dhimbjes sonë. Sot kemi deklaratën për ligjin e luftës dhe platformën ligjore të përvajsuar nga Karim Khan, i cili sot drejton ISC-n ose më saktë në Hag si prokuror. Kemi ndërkombëzimin në Bruksel nëpërmjet deklaratës së komisionerit tanë. Krijimi i PD-us ishte gjë e dur në kohën e dur dhe çka kemi sot për çështjen Çame e kemi arritur fal kësaj. Mirë po, të gjithë e dinë se mbijetesa dhe rritja jonë na shtuan kundërshtarët, sepse nuk pranuan të bëjmë vegël e partive të mëdha. U përballëm jo vetëm me lobin grek, por edhe me aktorë politik vendas që nuk e duronin dot pavarësinë tonë. Po ashtu kemi shumë njerëz që përfituan poste, emër, lavdi, fal partisë dhe angazhimit tonë. Mirë, po jo dhënë mundësiat u zhdukën dhe u rreshtuan në parti tjera. Kjo është zgjedhja e tyre. Në një vend demokratik, por le të themi më të qartë, Çam ka pasur gjithmonë parti tradicionale. Por çështja Çame nuk ka qenë kurrë e fuqishme se sa në flamurin e PD-us dhe kësaj shoqate. Në organizatat e tjera, Çamët janë thjesht periferik. Mirë po, për këtë shoqatë dhe për PD-un, kjo kaos është e shtrenjtë dhe e shenjtë. Tek organizatat e tjera, Çamët janë garnityr, tek ne Çamët janë zotët të shtëpisë dhe të fatit tyre. Unë përshëndes dhe mbështes plotësimin e vendimit të kryesisë shoqatës dhjetorit kaluar për të organizuar zgjedhje. Zgjedhja vjen përmes votës dhe ballafaqimit, jo përmes divergjencave nëpër korridore. Zgjedhjet janë zgjedhja më e mirë.
Unë jam entuziast për freskimin e strukturës dhe për zgjedhjen e figurave të reja. Duhet shonë në krye njerëz me pasërti figure, njerëz që na bëjnë të ndihemi krenar, duhet të zgjidhen ata që kontribuojnë në djers, jo ata që ndërrojnë partit sipas Leverdisë dhe sot na kërkojnë llogari. Kritika është e shëndetshme kur është brenda dhe legjitime, por jo kur vjen nga ata që nuk kanë kryer kurrë misionin tonë. Në këtë rast, më lejoni të kthehem pak pas në kohë, të kujtoj vitin 2003 tek rrugica e shkollës pedagogjike, që lidhet me pazarin e ri. Angazhimi i parë im serioz dhe përshtatja e zyreve ka qenë në atë moment. Shpirti kur unë shija, më dhinte shpirti kur unë shija kushtet ku mblidheshin njerëzit e urtë dhe të mençur patriot. Prandaj përshëndes propozimin e një kuotizacimi sipas mundësive si një veprim të drejtë dhe fisnik. Po ashtu shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë drejtuesit drejtanishëm, që nga themeluesi Abaz, Dojaga e deri te Liliani. Kontributi patriotik është i jashtëzakonshëm, sepse çështja Çame nuk është çështje lokale, nuk është çështje krajinore. Ajo është provë se shqiptarët dinë të bëjnë kauzën e tyre me dinjitet, me maturi dhe pa komplekse. Ne duhet vazhdojmë traditën duke rifreskuar antarësimin dhe drejtimin e shoqatës. Prandaj kam një thirrje për të rinjt tanë. Bëhuni pjesë, përvishuni, luani rol dhe merrni përgjegjësi. Ju keni me se të krenoni, merrini stafetën e pasazhëve tuaj dhe mos e lini të bjerë. Kemi nevojë për gjak të ri, që kjo flak të mos fiket kurrë. Siguroni që amaneti Çamërisë përcillet brez pas brezi deri në triumfin ton plot. Rrof shoqata Çamëria, rrof populli shqiptar i Çamërisë, rrof Shqipëria. Faleminderit. Duhet të falenderoj edhe një herë për ftesën dhe duhet mos jem përsërit si fjalëve që i tha zoti Lilian. Ne jep këtu në mbështetjet juve në emër të Kosovës. Ju urojmë këtë ditë, këtë 35 vjetor, që është bërë një punë shumë e madhe gjatë këtyre viteve, po ashtu gjithmonë ishmi krah dhe Kosova gjithmonë pranë jush dhe do të jetë pranë çdo aktiviteti që ka të bëjë me Çamrinë. Po mos i përsërit fjalët e njëjta, unë po flas rreth programit tonë, që programet janë ndoshta mund ndryshojnë pak, po qëllimi është i njëjtë për çështjen Çame dhe për kauzën Çame, që ta çojmë amanetin e tyre deri në vend deri sa do të ndalmë derisa të realizohet. Unë po flas në Kosovë ka filluar, domethënë, që nga vitet kur keni filluar ju, nuk është ndalë asnjëherë. Pas luftës është rrit pak më shumë numri i antarësisë dhe i punës, po ka shkuar pak në heshtje. Nga 2010 është marrë një iniciativë pak më e madhe dhe në 2016 nuk organizuar nga një grup njerëzve që në mesin e tyre është edhe zoti Nexhme, si ish kryetari i parë i shoqatës dhe në mesin e tyre si krijuesi i shoqatës dhe është vazhdu dhe po vazhdojmë ende me një mund të pandalshëm. Aja pak shka po më pengon, është pak ndoshta numri i këtu, unë i kuptoj që këto janë përfaqësues janë degëve, nuk janë ndoshta antarësia, besoj që ne kemi arrit një numër më shumë se sa ku gjendemi. Duhet i përcjell edhe falënderimet e tyre që t'ju falenderojmë dhe t'ju bëjmë të fal që kanë bërë fala edhe degët nga Mërgata. Ne funksionojmë domethënë nga 2016, unë jam nga 17 shkurti 2024 sekretari i zgjedhur në mesin e 500 delegatëve dhe jam aktual legjitim kryetar i regjistruar në Republikën e Kosovës. Punojmë në Kosovë, jem program dhe jem gjithmonë me shoqatën patriotike, me zotin Ilian, me zotin Shpëtim dhe me gjithë me pjesën dërmuese të djegëve të Shqipërisë në Kosovë dhe Mërgat. Unë tash vi po sa isha nga Mërgata erdha, kem prapë themelu degë të reja, kem takime të reja. Një shka kisha dash nga të gjithë. Ne në Kosovë ndoshta jem pak më të lidhun, nuk jem ma patriot se ju, normal. Po ndoshta e patëm ma frikni një luftën, gjakin e kemi ndët njëmë, ndë pa o terër në to, dhe jem pak ma unik, dhe besoj që jem shumë unik në kitë pikë, falë gjakut dhe dëshmorëve, që dhe kem përkrajnë shumë bëtyne. Dhe duhem të bojmë gjithë që t'jem ma unik edhe në vezvetë i Shqipëri, që programi sa ma shumë të jetë një program, dhe sa qëllimin e kem njëjtë, edhe programi t'jetë i njëjtë. Dhe po t'jetë në mjërë e bani thirin, edhe Andi, edhe vazhdojmë. Kem grupe rinore, po thua se si të ladeg i ka grupet rinore, kem forumin rinore,
klubet e sportit që kemi organizuar në emër të qamërisë që luajnë, ka shumë punë që kemi bë. Po këto është një ditë feste, nuk do t'ju lodhem me programin tonë që ka bën se me siguri që shumë fjalë me atë pa thënë se nuk e prita që po flas, ndoshta vetë një përshëndetje më avë, që ju los që të jenë sa më unik, që jemi në Kosovë, të jemi në Shqipëri, ta kemi një takim të bashkë dhe unë kam thonë edhe takime tjera që ti kem të mbledhjet e përbashkëta, minimale në mujt, ose në nëna mundësive që janë 2 mujt të i bëjnë një program, ndoshta jo me gjithë, po s'pako kryetar të juve. Unë ju falenderoj të gjithë që ju pranishëm, urime. Përshëndetje të pranishëm, të nderuar miq, i nderuari kryetari i shoqatës patriotike Qamëria, zotëri Lilian Idrizaj, i nderuari kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtim Idrizi, të përshëndes nga këtu, njeriu më meritor ku jemi deri tani. Miq e të ftuar, unë jam Andi Mushishi, jam kryetari i Forumit Rinor të shoqatës Qamëria Kosovë. Spari më lejoni që në emër të rinisë të shoqatës Qamëria Kosovë, që uroj 35 vjetorin e themelimit të shoqatës. Për neve, rininë e shoqatës Qamëria Kosovë është nder dhe privilegj që po na jepet mundësia të marrim pjesë në këto evenimente historike, në këto evenimente që padyshim po ndikojnë dhe do ndikojnë në brimosjen tonë në çështjen kombëtare e në veçanti në çështjen qame. Medomos, dua t'i falenderoj prindërit tanë që gjithmonë po na udhëzojnë që ne me punu dhe asnjëherë mos me gabu. Po ashtu, shfrytëzoj rastin që t'i thras Forumin Rinor të shoqatës patriotike Qamëria për një takim me Forumin Rinor të shoqatës Qamëria Kosovë në zyrët tona në Prishtinë, sepse jam i bindur se ne duhet ta koordinojmë dhe ta forcojmë bashkëpunimin tonë, sepse për një të ardhme më të mirë, sepse ky ideal, ky amanet për i bashkimin e trojës shqiptare dhe bashkimin kombëtar do vazhdoj me ne, sepse deshëm ne apo nuk deshëm, kjo borë dikur do mbije mbi ne. Që as më herët, as më mirë të jemi mirë të përgatitur për punën që na presin. Ju faleminderit edhe një herë për mundësinë. Përshëndetje të gjithëve. Të nderuar anëtarë të shoqatës patriotike Qamëria, për ata që nuk më njohin mirë, unë jam Irtan Sejko, aktivist prej vitesh në shoqatën patriotike Qamëria, po ashtu prej shumë vitesh në strukturat e drejtuese të PDU-s, dy institucione që unë personalisht nuk i shoh do të ndarë edhe për arsyet që përmendëm para folësit, por dhe për arsyen se janë të vetmet institucione që kanë bërë akte konkrete për njohjen, ndërkombëtarizimin e çështjes qame në këto 35 vjet pluralizëm dhe në këto 35 vjet tranzicion. Babai im Hektor Sejko, ish kryetari i shoqatës patriotike Qamëria, nuk është më mes nesh prej 5 vitesh. Ajo që më la trashëgim nuk është vetëm mbiemri, as vetëm kujtimi i tij, por është një ndjenjë që nuk shuhet. Është dashuria për Qamërinë, të vërtetën dhe për drejtësinë. Familja ime, si shumë familje qame, e ka trashëguar këtë ndjenjë brez pas brezi, jo si urrëtie, por si kujtesë, jo si hakmarrje, por si dinjitet. Dhe sot duke folur përpara jush, e ndjej se nuk flas vetëm me zërin tim, por edhe me zërin e atyre që nuk reshtën së punuari e menduari për Qamërinë. Do rrefej një përjetim që më ka ndodhur shumë vite më përpara. Diçka që edhe shumë prej jush patriotët e mi qam e kanë përjetuar në bazë të diskutimeve që kemi pasur me njëri tjetrin. Gjatë vizitës që unë bëra tek shtëpia e së gjyshit tim, arrita ta identifikoj, arrita ta prek, arrita ta gjej shtëpinë e së gjyshit tim vetëm në bazë të rrëfenjave që gjyshim i kishte dhënë babait. Llogarisni që gjyshim është shkputur nga filati në vitin 1920, kur babain tim e ka lënë jetim ka qenë 14 vjeç. Në atë kohë nuk ishte as teknologji, as Google Maps, as një lloj forme, për më tepër nuk kishin as fotot marra, pra nuk arritën do të merrin fotot të shtëpive. Dhe vetmja gjë që kishte gjyshim që e mbante ishte rrëfimi që kishte treguar babait tim në rastin konkret Hektorit, dhe në bazë të atij rrëfimi unë arrita të gjej shtëpinë e stërgjyshit tim Mehmet Sejko në Filat. Pra mjafton kjo për të kuptuar sepse ne Qamërinë nuk e harrojmë. Ajo shtëpi nuk ishte thjesht ndërtesë, ajo ishte provë, ishte dëshmi se ne kemi qenë aty, se kemi jetuar, punuar
Dashur të ndërtuar, dhe sa ajo tokë nuk është një mit, po është një realitet historik. Shoqata Patriotike Çamëria ka bërë pikërisht këtë ndër vite. Ka mbajtur gjallë provën, kujtesën dhe të vërtetën, ka qenë strej për historinë tonë dhe urë mes brezave. Pa këtë shoqat, shumë nga këta nuk do ishin trashëguar dhe fjala Çamëria nuk do ishte treguar vetëm si fjalë. Dhe falë asaj, falë shoqatës Çamëria, ne e trashëgojmë edhe si përgjegjësi. Sot duhet drejtohem sidomos të rinjve, që sot janë relativisht mirë në numër. Amaneti i prindërve tanë nuk është thjesht ta kujtojmë, por të vazhdojmë rrugën e tyre. Rrugën për drejtësi për Çamërinë, rrugën për njohje, rrugën për vërtetësinë, rrugën për dinjitet. Ne nuk kemi luksin e harresës, sepse në momentin që harrojmë, humbasim jo vetëm Çamërinë, por dhe veten. Trashëgimia kulturore, historia dhe betejat tona nuk janë kapitull të mbyllur, por janë detyra të hapura. Prandaj le të mbajmë gjallë gjuhën, zakonet dhe historinë. Le të mbajmë gjallë shoqatën patriotike Çamëria. Dhe mbi të gjitha le të mbajmë gjallë amanetin e atyre që nuk jetojnë më, por që jetojnë përmes nesh. Babai im sot nuk është këtu. Jam unë këtu, jeni ju këtu, janë fëmijët tanë këtu. Dhe fëmijët tanë këtu janë amaneti që Çamëria nuk shuhet. Faleminderit.